Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur shqiptar. Ka ndëruar jetën në moshën 75 vjeçare një prej figurave të shuara të artit skenik dhe kinematografik shqiptar, aktori dhe regjizori i njohur Eduard Çala. Ai u shua në moshën 75 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe kulturore për qytetin e tij të lindjes dhe për të gjithë artdashësit shqiptar. Eduard Çala ka lindur më datë 19 shtator të vitit 1950 në Elbasan, ku kreu dhe arsimin fillor dhe të mesëm në shkollën Jeronim Derada. Edhe pse nuk e pati mundësinë të studiojë për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve, ai ndoqi studimet në Institutin Pedagogjik Aleksandër Xhuvani për gjuletërsi. Dashuria për teatrin dhe skenën do të shfaqej që në bankat e shkollës së mesme, ku interpretoi në komedin Udha e Zavalinëve, një pjesë që la gjurmë në jetën e tij artistike. Në vitin 71 Çala u bë pjesë e trupës profesioniste të teatrit, ku gjatë dekadave të punës interpretoi mbi 50 shfaqje teatrore. Ai është shpeshherë edhe prezantues, njihet si prezantues në koncerte dhe spektakle të ndryshme. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në memorien e qytetit të Elbasanit dhe të gjithë atyre që e njohën dhe duar trokitën në skenë.